Horoskopi ditor e martë, 10 mars 2026. Dashi. Vendosmëria juaj është shumë e lartë, por keni kujdes nga tensionet e mundshme që dalin nga sheshi midis Marsit dhe Plutonit. Në dashuri Venusi ju buzëqesh, duke favorizuar pasione të reja dhe duke konsoliduar marrëdhëniet ekzistuese. Në punë, shkathësia do t'jetë çelësi i suksesit, por shmangni vendime të nxituara. Demi. Marsi sjell qetësi të përtërir, yjet premtojnë pasion dhe vendime të rëndësishme në punë. Megjithatë, bëni kujdes me investimet dhe shpenzimet e papritura. Vendosmëria juaj është deri në qiell, por keni kujdes nga tensionet e mundshme që lindin nga sheshi midis Marsit dhe Plutonit. Binjakët. Mund të ndiheni të prirur të reflektoni mbi kuptimin e jetës. Është një kohë e mirë për të vlerësuar bukurinë dhe për të përfshirë në diskutime të thella. Marsi sjell qetësi të përtërir, yjet premtojnë pasion dhe vendime të rëndësishme pune. Megjithatë, bëni kujdes me investimet dhe shpenzimet e papritura. Gaforia. Komplikimet në udhëtime dhe punët profesionale mund të shkaktojnë stres. Këshillohet që sfidave t'u qaseni me durim dhe vëmendje ndaj detajeve. Sot mund të ndiheni të prirur të reflektoni për kuptimin e jetës. Është një kohë e mirë për të vlerësuar bukurinë dhe për të përfshirë në diskutime të thella. Luani. Marsi mund të theksojë disa pasiguri dhe të sjellë vonesa në projekte. Është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe t'i përballoni sfidat me guxim. Mos u mërzisni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Virgjëresha. Krijimtaria juaj është në rritje. Shprehni lirisht mendimet dhe ndjenjat tuaja, pasi kjo mund të çojë në mundësi të reja si në jetën tuaj personale, ashtu edhe në atë profesionale. Mos u mërzisni nëse diçka nuk shkon mirë. Peshorja. Është e rëndësishme të menaxhoni me kujdes financat tuaja, duke patur parasysh shpenzimet e tepërta të 2 viteve të fundit, veçanërisht për çështjet që lidhen me shtëpinë dhe çiftin. Nëse keni nevojë të bëni një bisedë me një person të dashur, keni kujdes. Këndvështrimi i Venusit sjell teprime emocionale ose kritika. Ky qëndrim krijon tension në marrëdhënie tashmë të komplikuara. Akrepi. Kreativiteti dhe ndjeshmëria juaj janë në rritje. Është një kohë e mirë për të ndjekur projekte artistike dhe për të forcuar marrëdhëniet personale. Shigjetari. Hëna në shigjetar ju ofron një nxitje emocionale. Është një kohë e mirë për të eksploruar mundësi dhe aventura të reja. Sidoqoftë, sigurohuni që të bëni dallimin midis fantazisë dhe realitetit. Marsi sjell qetësi të përtërir, yjet premtojnë pasion dhe vendime të rëndësishme pune. Megjithatë, bëni kujdes me investimet dhe shpenzimet e papritura. Briciapi. Krijimtaria juaj është në rritje. Shprehni lirisht mendimet dhe ndjenjat tuaja, pasi kjo mund të çojë në mundësi të reja si në jetën tuaj personale, ashtu dhe në atë profesionale. Është një kohë e mirë për të vlerësuar bukurinë dhe për t'u përfshirë në diskutime të thella. Ujori. Këshillohet që sot të tregoheni të kujdesshëm me financat, shmangni shpenzimet impulsive dhe konsideroni me kujdes prioritetet tuaja financiare. Komplikimet në udhëtime dhe punët profesionale mund të shkaktojnë stres. Këshillohet që sfidave t'u qaseni me durim dhe vëmendje ndaj detajeve. Peshqit. Ndjeshmëria juaj është rritur sot. Ju mund të ndiheni të prirur për të ndihmuar të tjerët, por sigurohuni që të mos lini pasdore nevojat tuaja personale. Vendosmëria juaj është deri në qiell, por keni kujdes nga tensionet e mundshme që lindin nga sheshi midis Marsit dhe Plutonit. Në dashuri Venusi ju buzëqesh, duke favorizuar pasione të reja dhe duke konsoliduar marrëdhëniet ekzistuese. Në punë, shkathësia do të jetë çelësi i suksesit, por shmangni vendime të nxituara.